Për këtë arsye transmetoj fjalën e parë Imam Buhariu nga Aliu radhiyallahu an, i cili tha: "Wala takunu ujula." O ju njerëz, o ju musliman, mos u bani njerëz të gutshëm. Mos nxitoni më një herë në akuza dhe kritika dhe çortime. Dhe pastaj tha: "Wala takunu madai'a." Dhe mos u bani njerëz të cilët i shpërndani llafët, vazhdimisht i çoni andej e këndej, budhuran, dhe mos u bani njerëz të cilët nuk i mbani sekretet. Pastaj çfarë tha? Tha sepse pas juve do të vinë fitne, të cilat do t'ju lojnë shenja. Pra do të vjen një fitne, aq e vështirë do të jetë, njerëzit s'e morin veten. Pastaj vjen tjetër alama e ran. Pastaj vjen tjetër alama e ran, dhe po nuk pat njeriu qëndrueshmëri, përmbajtje, durim, atëherë s'ka mundësi me të kaluat bela. Për këtë arsye tha Aliu radhiyallahu an, vazhdim, tha do të vinë fitne gjata. Do të jetë ajo një ditë, as një muaj, as një vjet, me vite. Ka sisteme dhe zullume që me vite zgjatin, dhe s'ka mundësi njeriu mi largu ato. E çka bojnë njerëzit? E marrin zullumin që i është bë argument për me sulmu njëri tjetrin. Argument për me sulmu njëri tjetrin, ndërkohë që duhet të shtohej mëshira. Për këtë arsye tha Aliu radhiyallahu an, kur ka bela, kur ka mjegull, kur ka vështirësi, cila duhet më kanë me logjik? A me shtu mëshirën, a me kur ti jenë mjegull rrugës? A thë unë s'kam vaktu në ecit 100? Jo, kej dojnë me ecit 100, po s'munën. Krej dojnë më gut, po s'munën. Pse? Se mjegla e ka zonë udhën. Për këtë arsye tha Aliu radhiyallahu an, do të ketë fitne gjata, do t'i rëndojnë ruduhan, do t'i rëndojnë njerëzit. Për këtë arsye besimtari nuk duhet të jetë kritikues i tepërt. Pse? Sepse baza e kritikës është që njeriu të përmirësohet, jo të zbrazët mlefi. Për këtë arsye ka transmetuar Imam Tirmidhiu nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "La tudhhir ash-shamatata li akhik." Mos u gëzo me ndonjë gjuna apo me një gabim vllavit tan. Mos u gëzo. Fa yu'afihi Allah, Allahu e shpoton pi atij gjunait, fa yabtalik, edhe ti ngjitet. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja në komentin e këtij hadithi: nuk di, thot, që Allahu ta le një njeri i cili e nënçmon një musliman për një çkak gjunait ati, vetë se Allahu e sprovon me të njëjtën. S'ka, Ibn Qayyim thotë, unë nuk e di që dikush ta ketë nënçmu dikan, se Allah i zakon e ka këta. S'ka dikush thotë, po këshereve filane, anë shka tu bo. Prit e kitë ku ta bot njëjtën, pse zakon, ligji Allahut. E kritikove, e qortove, ki me bot njëjtën. Për këtë arsye ruje gjuhën. I ruje gjuhën. Kur i pa disa mëkatar Isa alayhi salatu wassalam, apo dhe fillun ata me përqesh, me thonë këshire çka bëj ka kë. Çka i tha Isa alayhi salatu wassalam? Falënderon Allahun që ju ka bëu çashtu. Thuaj elhamdulillah që jam çashtu. Pse ti jam me takatin tan si po se ke bëu çaj gjuna. Wallahi me zgjidh Allah ti me nefsin tan, Allahu alem çka bëmina. Wallahi Allah veç me ek perdën, mburesën, mburojën. Me ta ek Allah mburojën. Çka bën? Na ka treguar Allahu në Kur'an. Mos me qenë me rahmeti Allahu dhe mëshira e tina. Çka bën? Kërejt shkonin dalalet. Allahu në arun me rahmetin e vet, Zoti në arun me mburojen e vet. Shtoje lutje për mburoje, mos u ban azgan, se ti me të lanë me azgan lëkin tan edhe me nefsin tan. Na e dim shumë mirë çka bësh. Këtë dina, na kena nefs. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, mos të bëhemi kritikues të tepërt. Në ditë për ditëve ka qenë qabe Abdullah ibn Omer radhiyallahu an. A ka diçka më të shenjtë se qabja? Allah në mundësot me vizitu edhe me bo haqë dhe umra, ja rabbal alamin. S'ka diçka na kitë, tash presmi mu falë, ka mu falë, ka kibla, ka qabja. Apo, e mirë, një ditë për ditëve ka shiku e qabën Abdullah ibn Omeri, dhe i ka thonë: sa e madhe i je, sa shentrin e madhe shka e kije. Ka thonë: po pasha Allahun, besimtari o ma i shenjtë se ti. Shiko, qabën e ka këshirë, ka thonë: sa e madhe i je, një dunjat ma dënën, një dunjat a ka shentrien, ama besimtari a ma i shenjtë se ti. Besimtari a ma i shenjtë se ti. Pse? Sepse Allahu qabën e ka po për besimtar. Allahu qabën e ka po për besimtar. Qabë janë fund shkatrohet. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, qabën e shkatron një njëri shkur ta bëj. Me kom të lakume, vjen me ci, me goditës edhe e prish, dhe bëhet kiameti. A besimtari? Jo. Besimtari e pret mu taku me Allahun xhelel xhelalu. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, shintria
dhe nderi besimtarit është shumë më e madhe se qabja. A kështë guxutin qabe me bo gjejtë se çka s'duhet? A gudon? A ban qabe tim me qku menja me bo çka s'duhet? Për shembull runa sot me pështy apo me kritiku, jo. Besimtarja më i shenjtë. Besimtarja më i shenjtë Allahu xhel xelalu. Allahu xhela ka zbrit hadith te pejgamberi alayhis salatu wassalam, hadith qudsi: "Men haraba li waliyan adhantuhu bil harb." Kush manguc një mik, unë në luft ku mi me ta. Kush manguc një mik, luft. A na merr menja me luftu me Zot? A ta merr menja me luftu me Zot? Allahu xhela di vetë ju ka shpall luft kamatarit edhe ati që ka e ngucë një mikë të Allahu xhel xelalu. Aja ka dalë kamatarit dhe njëherë? A ka dikush që me kamat ka pështu edhe që ka të lovi jeta? Shka, gjenja. Thot, me nëzi emri kreditin, me nëzi emri me pagujt. Pse? Sepse e rana kamata, e rana i borgji me kredito i rana. Edhe njët është me kritiku dhe me qërtu pa hak një besimtar të cinë Allahu xhel e donë. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në ditë për ditëve i niti do musliman 3 të fol për do musliman tjerë. Qire filanin, allanin, ka transmetuar Imam Ahmedi në musnedin e tina, dhe i tha: "Ja ma'shara al-muslimin, o ju musliman çka keni hi tash tazën islam." Apo sikur që na sot dëgjena, ai dia ka nis me ardh, dia ka nis më fal, kritikon dunjën, e kritikon. Dunjën e kritikon. Ai ti ka dalë më 3 muaj si ki bola. Ka dalë, prit. Mos e marr me axhele këtë punë. Kjo fushë gjatë. Kjo fushë gjatë. Do të më shku deri te Allahu me mri me iman. Nuk ka veç 5 minuta. Do të më mri deri shpirtin ta jepësh për hir të Allahu xhel xelalu. Apo kur i niti pejgamberi sa më ka o ju musliman të ri. O ju musliman të ri, mos u gutni me akuza. Sepse ai i cili i ndjek tmetat e muslimanëve kam ja zbulu Allahi në 4 dhomë ka ban. Në 4 murët e dhomës veç ka ban. Wallahi ai i cili korrit musliman, ai i cili kritikon musliman, dhe ai i cili nënshmon musliman, ka me ardh vakti ka me korrit Allahi komplet ka me nxjerr. Dhe kjo është histori. Kjo është histori. Tregon Ibn Hajar al-Asqalani, dietar për dietarët muslimanëve, thotë vdiqni hoç për hoxhallarëve të mëdhoj. Vdiqni hoç për hoxhallarëve të mëdhoj. Dhe pak para se me vdek u mbledhën hoxhallarët, ti i than thuje shahadetin la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Thotë ju trashgjua, ju nxin ftirasën e thojke. Ju trashgjua, ju nxin ftirasën e thojke. Edhe vdiq. Çu e tha shahadetin. Hoç, alim. Edhe u mbledhën hoxhallarë, çka u bë? Çka ndodhi? Tha, ky njeri folke keq për Imam Nevawiun, një dietar tjetër më herët, i cili Allahu xhela donjëherë e sprovon alimin me do gabime që njerëzit e prisht mu kap këto gabime edhe mu shkatruç aty. Mu shkatruç aty. Imam Nevawi është dietari i madh i muslimanëve, imam i muslimanëve. S'ka shtëpi që si ka librat e Imam Nevawiut. Në dunja, libri më i përkthim në dunja. Dhe kjo hoxha ka fol, çish shlojnë sot njerëzit gjuhën. Pastaj Allahu e sprovon me diçka që s'di çish me largue. Pse? Men haraba li waliyan, kush ka prek në vlijat Allahit. A pështon? Allah i me thanë me laqeve, që këtë armik e kam. A pështon? Allahu në rujt, ja Rabbal Alamin. Allahu në lusim që Allahu mos në ban për armikve të tina, po në ban për mizve të tina. Mirë po si bëhet mitësia, me akuz, me rena, me dalavera, me dinakri, me dhelpëri, duke menu veç vetën tanë të mirë? Jo, po duke mendu mirë për muslimanët, duke mendu mirë për besimtarët, dhe duke mendu se besimtarë kanë mundësi mu përmirësue dhe mu bo matë mirë se sa gjendjen që ka e kanë. E lusim Zotin e madhë që Allah t'i pastron gjuhët tona.